Nuk u dakorduan këto liderët. Masandej pas krejt kësaj, domethënë vjen një propozim krejt tjetër. Nga kush? Nga zoti Qoku, në bashkëpunim me zotin Elvis Hoxha, edhe krejt përfaqësues, domethënë 3 përfaqësues tjerë të koalicionit Vlem, që thjesht për neve ishte domethënë një propozim që nuk do i ke hapësirë për shqyrtim nga shkaku se nga ajo që e kishmi propozuar na, edhe nga ajo që ne jemi të përfaqësuar në territorin e Maqedonisë së Veriut, në strukturat domethënë në popullatën shqiptare si subjekt politik, thjesht ishte e papranueshme për neve, sepse thjesht e iritojshmi edhe aktivistin e Aleancës, po realisht edhe aktivistin e Vlenit, sepse fundja thjesht nëse unë nuk kam strukturë, ne nuk kemi strukturë në Kërçovë, nuk mund të kërkojmë, domethënë të pretendojmë ta morrmi Kërçovën, sepse fundja thjesht i bëhet e padrejt aktivistëve që janë të besës atje. Në Tetovë nuk kemi ne mundësi të pretendojmë ta morrmi Tetovën, se fundja e nënçmojmë aktivistin e lëvizjes besës, sepse ato janë të etabluar, ato kanë menaxhuar me komunën, janë tu menaxhuar me komunën. Edhe është kitë normale që ato ta kena të thuja atë menaxhim. Mirë po, në vendet të caktume, ku ne jemi të etabluar në lokalitetet të caktume, besoj edhe konsideroj se kemi të drejtën ta përfaqësojmë. Çka nuk përpudheshte nga propozimi juaj që thoni fillimisht se ishte i pranueshëm, ose të thëm i pëlqyeshëm nëse jo vendimtar, me propozimin që ka sjell Qoku më mbas, edhe pastaj të kalojmë në ato që u bë gjithë ky kaos. Propozimi i zotit Qoku ishte domethënë se ne duhet të kemi Gostivarin, Vrapçishtën, të kemi Bërvenicën, të zgjedhim mes një komune në kuadër të Shkupit, domethënë Studeniçani Saraj s'ka qenë domethënë kombinat. Po, Studeniçani thuja Araçi ose Likova. Edhe ta mormi ose Zelenikovën ose Dollnin.